vetëm. Juve ju shkoj njerëzit në burg se vjedhin, juve tashin neve e themi neve nga blefi politik. Juve ju shkoj njerëzit në burg. Ka shku kryetari bashkisë në burg, juve nuk e thoni këtë. Po mirë më, se vajti, se bleu buskuqe. Ore, kjo... Doni juve, ja tu tregojon tash si një diçka, me qenë se po flasim neve në mënyrë kështu. Se këtu jemi dy palë që kemi një raport me reformën në drejtësi. Ja ju a tregojon tash. Ju jeni partia që i thoni SPAK organizat kriminale, kurse ne themi që e mbështesim SPAK-un. Kërkoj vëmendje për vrasjen e 14 vjeçarin në Tiranë, djalit Martin Cani, u vra me thik, kërkoj vëmendje, shifni se çfarë bën ministrja, aso kohë ministri Arsimi sot kërkoj të udhëheq Tiranë. Shif si zgërdhiet tu. Bashkë me, është në parlament, në rolin e ministres Arsimit, po flitet për vrasjen e një 14 vjeçari dhe kemi një ministre që na zgërdhiet këtu. Minimalisht si nën duhet t'i vi keq. Kjo duhet t'i vi keq. Dhe neve kemi sot kemi një kandidate që ju nuk doni me diskutu këtë. Ti atë ditë që ndodhi ajo vrasja pas ke ndonjë pangrën. Unë s'kam qenë duke u zgërdir, duke u folur në parlament. Kërkohet flitet parlament për një vrasje, njët mitur, dhe ti minister Arsimi jetë duke u zgërdir, ndërkohë që jenë detyrë. Ajo do ushqehet në shtëpinë e vetë, jo, unë po flasë për mungesë respekti. Po flasë për mungesë respekti dhe jetës. Dhe kjo tregon që ti s'ke integritet. Unë s'kam integritet se ajo zgërdiet. Ajo është figurë zyrtare, publike, ministre në parlament dhe është përfaqësuese. Dhe në momentin që ajo bën këtë lloj sjellje, ajo tregon fytyrën e vet. Se në shtëpinë e saj, patjetër më do ushqehet, do hajë dreka, është krejtësisht normale. Por aty ajo po mban një detyrë të lartë funksionale shtetërore. Dhe nëse ajo qëndron dhe mban atë figurë shtetërore aty, duhet mbaj figurën shtetërore, se për atë është zgjedhur. Jo për të zgërdir aty, nuk shkon njeri për të zgërdir në parlament. Mos shkoj, nuk është për aty. Edhe njerëz. Kaq. Ore, tani, kaq. në qoftë se unë të shoh ty, ju a garantoj zoti Koçi, jeni shumë e bindur, jo kur flitet për vrasjen e një fëmije 14 vjeçar në parlament, zoti Koçi. Ju s'do ta bëni kurrë. Ju s'do ta bëni kurrë. Ja ju a shpjegoj unë. Sepse nëse juve nuk flisni këto elemente të tilla, nëse ju kujtoj që një tjetër i mitur në incinerator në Tiranës që s'ekziston, të vdiqë në tjetër i mitur, vdiqë djali i mitur, Gjoga vdiq aty, vdiq në mes të landfillit, dhe ju nuk as fmit, ore, ti mbrojmë do të fmit. Je njëta kopje e Sali Berish dhe Flavur Nok. Ju fmit, i mbroni do të. Më vjen shumë keq për ty dhe për Partinë Demokratike. Zoti Koçi, mbroni fmit. Sepse do ishte mirë që Partia Demokratike të ndërtonte një alternativë. Apo thjesht i mbështesni me retorikë. Ju kanë humbur jetë fmit. Po ju them dhe i herë, nuk është diskutimi me unë nuk jam kandidat, ju s'keni kandidat. Por ju keni pushtet, dhe unë pushtet keni detyrë të mbroni fmit tanë, keni ju detyrë, se morët ju mandatit dhe pushtetit. Keni mundësi të mbroni fmit? Ty të ndryshon nga mund të mbroni do të fmit apo jo? I mbroni do të fmit apo jo? Zoti Koçi, i mbroni do të fmit apo jo? Nëse ju nuk i mbroni do të fmit, hapi krahun të mbrojmë ne fmit. Ju i mbroni do të, po ju pys. Ore përgjigje, keni apo jo? Fmit, i mbroni do të apo si mbroni do të? Po hajde pra mbrojmë, hajde diskutojmë për ta. Me këtë fjalor që përdor ti, me ato qëndrime që mban partia jote, me djegjet që bën ju karrigeve të parlamentit. Ato detyra që kishte i shpërdoroj e kemi për detyrë ta themi këtë. Oficerëve të gardës, ju jeni duke i vrarë fëmijët. Fëmijët e vegjël, i mbroni apo jo? Ju jeni duke nxitur njerëzit që bëjnë edhe në gjykata. Keni fol ndonjëherë vetëm për veprimet, një herë vetëm keni fol juve. Duhet të dini një gjë. Keni fol një herë vetëm. Fjala është e rëndësishme. Për Martin Cani keni fol një herë vetëm. Po flisni pra. Flisni pra, kërkoni pra llogari. Sepse dramat ndodhin, unë jam dakord, por neve duhet flasim për fenomenin dhe duhet kuptojmë që nuk ka fajin as TikToku as i gjë tjetër. Ka fajin mungesa e sigurisë, sepse në një vend ku shkon një gjykatës dhe vritet brenda një gjykatë, që ka ndodhur vetëm ditën e djeshtë, jeni të bindur juve që është një shtet që keni vdekur një garantim e sigurisë. Nuk garantoni do të sigurisë. Dhe kjo është e vërteta. Ju mendoni se çfarë do doni, ne kemi detyrë, merremi me sigurinë e fëmijëve tonë. Juve merrni dot, qofse merrni, merruni. Qofse s'merrni, hapni krahun. Vetëm për saksi, ju nxorët atë Martin Cani, por nuk më rezulton që nga hajtimet e prokurorisë të jetë vërtetuar që ai ka vdekur për shkak bashkisë. Jo, në asnjë
Nuk e thash në asnjë moment. Dhe e dyta mendoj... Respekti ndaj humbjes të gjithkujt duhet jetë maksimal. Gjithsesi mendoj që pozita shtetërore përfaqësuese. Ilir, nxjerrësh një video, ndërkohë që pas asaj videos janë bërë 3 palë zgjedhje, qoftë Tiranë, qoftë Shqipëri dhe verdikti popullor çdo ndë, ti nxjerrësh tani Ogertë dhe ti thosh ti e duke qesh ndërkohë që Ogerta dhe shoqet e pas asaj, po okay. Kur? Janë bërë 3 palë, bashkë do lokale të përgjithshme. Janë bërë vetëm 11 majit. Po, okay. Dakor. Janë bërë, vlerësimi është dhënë, kështu që nga e rëndësishme. Unë them që të nxjerrësh, po ta them këtu miqësisht, që të nxjerrësh një video të tillë është nxjerrësh gjithçka jashtë kontekstit. Ndërkohë që fokusi duhet ishte te Bashkia e Tiranës, aty e ka patur. Kjo është figura. Ne po bëjmë garë figurash. Unë si gazetar duhet të pyes. Janë bërë hetimet e prokurorisë dhe kanë nxjerrë që është Bashkia e Tiranës fajtore për këtë. Mungesa respektit është mungesë respekti, përgjegjësia është do tjetër. Edhe shaqë mungesë respekti bashkë me Ilir. Ne duhet të rikthehemi sepse zonja Manasiliu tani është kandidate për kryetare bashkie, që do ketë dhe sigurinë e shkollave përsipër. Ka bërë zonja Manasiliu një mea culpa, një analizë të përgjegjësisë që ka pas Ministria e Arsimit për sigurinë e shkolla, për rastin e Martin Canaj. Dhe dyta, çfarë do bëjnë në këtë drejtim? Pra, kjo nuk mund të kaloj. Padyshim, ndoshta ajo video mund dalë edhe nga konteksti. Po përgjithsisht nuk mund t'i shmanget. Kjo është tjetër çështje. Unë kam frikë të shmangur. Unë kisha për atë video. Pra, po marrim shkaz nga ajo video. Janë gjëra që nxjerrin jashtë kontekstit. E lëm videon, po ka një gjë tjetër që dal. Po ti ishte zoti Noka nuk doja thoja. Për te video. Marrim pjesën e përgjithësisë, sepse kërkohet 1 minutë hesh. Shiko, e kupton se sa e rëndë është ta çosh fëmijën në shkollë. Ajo nuk është fare duke ndjekur. Po dakor. Tani ta ndjek pra po them. Ai keni ndjekur ju duhet ta ndjek. Aty s'është. A ka reflektuar ishte ministra e Arsimit dhe kryetaria e Bashkisë për këtë rast? Se unë nuk e kam dëgjuar të reflektoj. Dhe këtu unë pres që të maj përgjithësi, ose minimalisht tot që kemi dështuar në 1, 2, 3, dhe do marim 1, 2, 3 apa që kur prindet atë qenje se fëmijën për dorë në shkollë, mos këtë frikën që keni një sa ka thënë? Jo, qëndrime, zonja e cilat sot po i paraqitet njerëz si kandidate për kryetare bashkie. Ajo është ministre, më ti thua. Edhe një herë. Nëse ajo që e keni ndjekur do të thoni që zonja Manasiliu ka thënë 1, 2, 3 gjëra ti bën për të rritur sigurinë në shkolla. Është vetë, patjetër. Por ajo puna e asaj që thoni Ali Mehmeti goes both ways. Se unë mbaj mend kur plasi Gërdeci dhe një këshill ja kam shkruar në libra dhe ja them publikisht. I kam thënë Edi Ramës, kur të shkosh te spitali ushtarak nuk duhet përdorësh jetët dhe të vdekurit për politikë. Dhe Rama e bëri, bile dhe me kosto këtë vete, se i tanë pse i shkove doktorit dhe i re me shpatula. Po unë mendoj që bërë gjën e dur, se kur vjen puna të jetës njerëzore e lirë, ti e vetë doktor. Nuk ta them do të këtë se ti e të mirëson. Kur të vjen ai te shtrati, ti nuk e pyet, a jemi për dën, nuk po të kuroj. A me pësën nuk po, a jemi për dën, hajtë se ty do të shuroj. Nuk e kemi derën farë, jo, absolutisht. Unë mendoj që një doktor duhet ta kështë shmangur ato. Me gjitha të tash, ta them komplet misisht. Ishe zoti Noka, nuk doja thoja kur. Ja, ju a them unë juve. Me qënë se ishte ministre shëndetësie për para se ti ishte ministre, në atë moment ishte ministre arsimi, po ishte ministre shëndetësie. E dini juve që në rastin aktual së është diskutu, qohet në traumë, ndërkohë që trauma nuk i ka mundësit për me bë kardiokirurgjia bëhet vetëm QSUT, po urdhri që merr ambulancë, s'ka faj ambulanca, se do e qoj ati ku ka urdhin, orientimin ku do e qoj, se ka protokole, e qonë këtë trauma dhe nevoja është për kardiokirurgji dhe kardiokirurgjia ndodhet vetëm QSUT dhe nuk është këtë trauma. Po këto koordinime i kishtë ndorë për t'i bërë aso kohë dhe parandalonte ndoshta, parandalonte. Kemi shumë diskutime në këtu, pse, se shëndetësia ka një problem. Shëndetësia jo detyrimisht lidhet me prova, me gjëra që ke bërë aktivisht, po është me mos veprime, me mos bërjen e gjërave që mund të kishe bërë, që do kishim parandaluar. Dhe kur ke qenë 4 vjetë drejtoreshe QSUT-s, shumë vite ministre shëndetësie, pastaj kalon arsimit, e tjera, tani këtu ke një përgjegjësi nga kjo drejtim. Ke një përgjegjësi dhe këtu dhe pjesa morale, ama është çështje kyçe. Pse ta themu pjesa morale është çështje kyçe? Sepse sot kemi një garë, po me shumë kënaqësi. Kemi një garë më shumë figurash se sa garë programesh.
se nuk ka, e kemi diskutu, nuk ka kohë këtu për, dhe thëmë, programet, çdo bëj njëri, çdo bëj tjetër. Ka të bëj shumë me figurë, nuk ka as ekip, se s'ka këshill bashkiak, ka vetëm figura. Dhe ne nëse nuk kuptojmë këtë gjën këtu, që kemi një kandidat, dhe unë mendoj që çdo kandidat që të kishte Tirana, boll mos kishte hyrje dalje nga organet e drejtësisë, do mjaftonte për të qenë superior nga ana morale te ajo Gerta Manastirliut, mjafton mos ketë asnjë çështje. Nuk thash që është e dënuar, ta vendosi gjyqësia. Tham që ka hyrje dalje, për momentin, rrugës do flasim prapë. Çdo kush, vetëm fakti që ne bëjmë këtë bisedë, po, unë thash këdo, kush do qytetari Tiranës, se duhet kesh pasaportizim Tiranës, kush do qytetari Tiranës, në SPAK më kanë thirrur dhe mua se bëra një denoncim publik edhe më thirrën. Jo, ajo shumë mirë, se ti shkon për të dhënë denoncimin. Është tjetër gjë kur thrasin për aferat. Po se ti më thuash prapë që shiko se ke qenë në SPAK. Çdo një, jo, kur shkon, po patjetër ke drejtë me kallëzu, po dhe me kallëzu do kallëzosh. Po patjetër. Absolutisht, dhe ke detyrim atje, po s'kallëzove shkrim. Duhet ta kesh marrë mirë shkollën e lartë, jo me diplom falsë. Po. Çdo kush nga ana morale do ishte superior. Dhe vetë fakti që neve këtu diskutojmë një figurë komplet papërlyer, publike, që ka qëndru, që është i njohur, që nuk ka askush kush t'i thotë fjalë, si Florian Bina, versus dikujt që ka një tufë me afera që po hetohen, dhe t'jeni të bindur që në vitet e vijim ne do kemi shumë për këtyra dhe do i kthehemi këtij emisioni këtu, se unë i kam vënë re që nuk i kthehen më emisioneve dhe përgjegjësia ata që kam nga palë kundërshtar kur gjërat ndodhin, dhe ndodhin ashtu siç themi ne, thjesht kalorojmë valën për momentin. Do i kthehemi këtij momentit këtu dhe do themi, ore, çfarë po bëjmë neve gabim këtë botë? Ore, ne si popullat, çfarë jemi duke bërë? Jemi duke thënë se fiton dhe po pse duhet fitoj detyrimisht? Sepse ka vënë Partia Socialiste, po pse Partia Socialiste nuk vuri një figurë që nuk i ka këto lloj problemesh? Dhe ne nuk e kishim fare këtë bisedë, dhe do isha shumë i lumtur bëshim një bisedë, ore, ky person ndoshta mund të ketë një synim konstruktiv për Tiranën. Jo ka shku aty për me mulu hallet e veta. Mos ta kishim fare këtë bisedë, më fare. Pse se bëjmë ne këtë bisedë në rastin e Florit? Se s'është e nevojshme. Se s'ka problem nga këtë drejtim. Ti realisht beson që Florian Bina me zero përvojë mund të drejtojë Tiranën. Po njëjtë kanë qenë edhe kryetarët e bashkisë tjerë, po çfarë përvojë kishte Erion Veliaj? U fut ministër Erion Veliaj, një vit e parë. Ka qenë Edi Rama që bëri 2 vjet gjysmë-ministër, ka qenë Lulzim Basha që nuk ishte bërë vetëm kryeministër, i kishte bërë gjithë ministritë e tjera, dhe e bërë Erion Veliaj, i cili vinte pas 2 vitesh ministër. Një vit e pak, po. Një vit e pak. Dhe nga asnjë lloj pune u bë direkt ministër, sheve duhet t'i themi ne gjërat, se janë të rëndësishme këtu. Dakor. Ti vetë se ti merresh me Tiranën. Më beso mua që nuk e bën vetëm këtë punë, nuk shkoj individ ti aty. Do të ketë njerëz dhe ka dhe një këshill, pra ne ekziston dhe këshill 61 vetare, që nëse shkanti ky këshilli 61 veta. Okej, pra ky është kopertura për mbrapa, pastaj do të kontrollon. Tjetër punë që Partia Socialiste se kontrolloi Erion Veliaj la me frena të shume. Dhe pastaj kur deshi, paf ja tërhoqi dhe erëzoi. Pastaj Cecili mba, prandaj janë dy batuta fundit e Martinit. Është e vërtetë që zoti Bina nuk ka pas mundësi për të pas eksperiencë në administrim. Po ata që kemi pa që kanë pas eksperiencë në administrim, një pjesë e madhe të eksperiencë e kanë në vjedhje. Pa e kanë të bëllon tendera publik, të vjedh lekët e ilaçeve, të vjedh lekët e librave, të vjedh lekët e rrugës, dhe prandaj nuk është rasti që një pjesë e madhe atyre që kanë eksperiencë janë SPAK. Kështu që në kushtet u ka Shqipëria sot. Në kushtet u ka Shqipëria sot. Më mirë na duhet një njeri pa eksperiencë që e dim që s'na ka vjedh. Ne harrojmë diçka se Erion Veliaj erdhi nga shoqëria civile. Po pra po, por Erion Veliaj... Dhe cila është garancia? Edhe një, asnjë nuk ka garanci. Nuk ka, shiko, nuk ka garanci. Kontrolli dhe balancimi. Ajo që po themi, ndërkohë që s'kemi garanci që ky nuk do korruptohet, kemi garanci që këta tjerë janë korruptuar, pra kjo është diferenca. Pa kontrole lat ju i lirë. Se latë pushtetin lokal, po, aty pranojeni politikisht, Vetëm një sekund, ne që jemi të kontroli. Shiko, zoti Balla, ne që jemi të kontroli. Dhe ju që është policia e opozicës, ka detyrim kushtetues ne që e pranuam si argument. Zoti Balla, e pranuam si argument që kontrolli. Se vazhdojmë paratë të senatorëve paguhen. Këtë se di. A mund të them diçka? Kur të keni pranuam si vetë ta marrë pak si kalit lutem. Kam fol më pak se gjithë. Për ta kemi hyrë shumë pjesë emisionit tjetër. Bijem dakord te kontrolli. Kontrolli më të lartë do ta ketë Binaj se sa Manasiliu, se Manasiliu i ka të gjithë vetët aty në Këshill Bashkiak.
kurse Binaj do ketë Këshillin Bashkiak kundër që do ta kontrollojë s'do e lë me abuzu. Kështu që edhe nga kjo pikpamje, kontrolli është më i lartë kur Këshilli i përket një partie dhe kryetari i përket një partie tjetër. Sesa kur i kemi parë që ata ngrinin dorën për çdo gjë që thoshte Erion Velia, derisa sa ngritën dorën që e hoqën Erion Velia. Kontrolli voto Florin dhe merr Saliun. Unë mendoj që opozita nuk e ka marrë seriozisht fushatën në Tiranë për arsye se e ditë sigurt që nuk fiton përballë kandidaturës së makinerisë elektorale të Partisë Socialiste dhe ato krahasimet nuk shkojnë siç përmendëm përpara me një gjigant dhe një legjend si Agim Fagu, me një figurë tjetër që është e njohur, por jo... Për Agim Fagu ka qenë një njeri para se të bëjë legjendë, edhe e shiri të jepet mundësia të bëhet legjendë një ditë, po duhet bërë mundësi të rive në këtë vënd. Ju thoni që... ngele me legjenda. Fagu ishte legjendë para se të kandidonte. Si basketbolist. Patjetër, pse Flori si basketbolist. Si aktor.